Vezët e markës Reas të ndaluara nga data 3 mars për shkak të shpërthimit të gripit të shpendëve H5N1 vijojnë të jenë në treg. Në një nga pikat e marketeve Xhangolli në Tiranë është konstatuar se këto vezë ende shiten pavarësisht masave të shpallura nga Ministria e Bujqësisë dhe Autoritetit Kombëtar të Ushqimit. Në paketimin e tyre figuron data e prodhimit 18 shkurt 2025 dhe afati i përdorimit deri në 18 mars. Ferma Reas u vendos në karantinë prej 3 marsit dhe pas konfirmimit të infeksionit u ndalua edhe importi i shpendëve të gjalla nga disa shtete evropiane. Aktualisht autoritetet po punojnë për tërheqjen e vezëve nga tregu, por procesi nuk është përfunduar. Për të parandaluar përhapjen e virusit, 69.000 shpend të fermës do të azgjesohen. Ndërkohë, 250.000 vezë të fermës janë bllokuar dhe pritet të azgjesohen. Autoritetet po shqyrtojnë mënyrën e eliminimit të shpendëve të infektuar, duke marrë parasysh gropostjen ose djegjen e tyre, ndërsa presin miratimin e institucioneve përkatëse, përfshirë Bashkinë Durrës dhe autoritetet mjedisore.